O ti burr, a e vepron këtë? O ti burr, të drejtohen vetëm se ty. Gruaja është me ndjenja të buta dhe në shpirt është e ndjeshme. Posedon aq dashuri sa që nëse u shpërndahet zemrave të burrave, do t'ju mjaftonte. Krijesë të cilën Allahu e krijoi të bukur dhe të ëmbël dhe të dashur, të cilën e krijoi vetëm se për ty. Po paramendoje këtë. Allahu gruan nuk e krijoi vetëm se për ty, o biri i Ademit. Ka raste kur gruaja kalon në për periudha të dobësisë dhe ndryshon me ndryshimin e kohës dhe vendit. Ka mundësi të ndikohet nga ajo që e godet nga pikëllimi, mërzia apo mallëngjimi, dhe të hulumtoj pas kënaqësisë dhe pas gjoksit në të cilin do të ngushëllohet. Kthehet në të majtë e në të djathtë dhe nuk e gjen askënd përveç teje. O ti burr, ajo nga ti do që ta ringjallësh, të japësh fuqi dhe të vazhdoj të dhuroj dhe të shkëlqej. Nga njëherë nga ajo rrjedhin lot, dhe mjerti nëse ato lot i pret me qeshje dhe me tallje. Mjerë për ty nëse thua se ato lot të saj janë lot krokodili. Mjerë për ty dhe mjerë për ty të pretendosh se është mashtrim apo trillim. Ato lot janë lot të sinqerta. Me to del dhembja e saj, me to del dashuria e saj dhe me to del fisnikria e saj. Mjerë për ty të bien ato lot nga syri i saj, e ti të mos lëvizësh. Mjerë për ty dhe mjerë për ty.